Marrëgjimtarët duan që dasma e tyre të duket si çdo tradita dhe rrethi, por ky sezon, sipas pronarëve të lokalëve të cilët kryesisht merren me shitjen e dimive dhe punimeve të tjera të dorës, thonë se ardhja e një numri të vogël të marrëgjimtarëve dhe kriza ekonomike kanë ndikuar që shitja të jetë e ulët. Ti në të knaqët, po nuk o si vjetë tjera, po mirë, më tepër punojmë me porosia, po të knaqët jemi deri diku. Se si vjetë tjera nuk është, po mirë jena. Për momentin se ka fillu tash, presim ende dita e ditës, thujnë se ende do të vinë, për momentin ka pakës është ndryshim, për ditëve tjera. Ama presim edhe ne, shembull, thujnë bas 20, bas ashtu 21 do të vinë, i në te i prit. Po ka, gradualisht presim alat vinë marrëgjimtarët, veç se ka fillu lëvizja. Kemi, ka nga dal nga salë, shite ka pak. Kemi shpresa se hala mundim vazhdim punët kena të punojna. Tu ka disa forma biznisit. Tash unë personalisht jam i kënaqur. Mirë po sa mund dhe sa mjete kemi shty këtë punë, nuk kemi atë shumë kënaqur, mirë po prapë duke pa politikën ekonomike që nuk funksionon në RM, nuk mund të themi se jemi të kënaqur. Po, pavarësisht viteve tjera, ka njerëz, nuk mund të themi se s'ka, mirë po presim gjithmonë më shumë, presim që të ketë më shumë lëvizje, ama njerëz ka. Artarët të cilët veprojnë në qendrën e re tregtare në Tetov, thonë se janë mesatarisht të kënaqur nga shitja që kanë bërë gjatë këtij muaji me ardhjen e marrëgjimtarëve. Sipas tyre, nga viti në vit, blerja është më e ulët për shkak të mosardhjes të të gjithë marrëgjimtarëve në vendlindje. Ka lëvizja është e dobën përgjithësi, nuk është ajo çka është prit, do thotë. Kështu që inshallah presim edhe kesi të një ndryshim pak më të mirë. Me punën kur vinë marrëgjimtarët, dihet se ka pak më tepër punë, po arsyeja është se devalvimi i euros, në këtë që dul Anglia nga Bashkimi Evropian, ka devalvim euroja, edhe që tash ari shkoj me euro lartë, të 5.000 euro në kilogram. Edhe marrëgjimtarëve u vin pak ranë në pagesat që shkoj lartë ari. E ajo është pak që e pengon punën e tonë, mendoj për. Në krahasim me vitin e kaluar, lëvizjen më e vogël më e madhe. Abe, normal se çdo vit e kërkojmë vitin e kaluar. Ajo gjithnjë ka qenë që 37 vjet jam qytet. Gjithnjë vitin e kaluar, gjithnjë kërkojmë vitin që vjen. Me gjithnjë ekonomia shkon më poshtë, zhvillohen tregtim ndryshme, zhvillohen realitete ndryshme, normal është. Lëvizje ka dhe jemi të kënaqur nga marrëgjimtarët. Presim që të na vinë edhe më shumë, inshallah puna hecën se nuk është siç ka qenë, puna ka rënë, presim, shpresoj. Fatkeqësisht, paratë që vinë nga jashtë vazhdojnë të shpenzohen për shumicën e nevojave të përditshme, që zakonisht janë ahengje familjare dhe shërbime hotelerike e turistike, e jo duke investuar në biznese. Së këndemi, edhe vëzhguesit e rrjedhave ekonomike sugjerojnë që marrëgjimtarët paratë e tyre më mirë të investojnë në biznese dhe në këtë mënyrë të kontribuojnë në zvoglimin e papunësisë dhe përmirësimin e klimës së biznesit në Maqedoni. Në të kundërtën, përmes dasmave të shtrenjta, do të vuajmë pasojat e një industrie të dështuar investimesh.